Pa diskutim, po informojmë të gjitha agjencitë partnere, të gjitha kancelarit ndërkombëtare, këdo që mundemi për masakrën zgjedhore që ka ndodhur. Pa diskutim, të gjitha faktet që kemi që disponojmë, po i depozitojmë aty ku duhet. Kemi kapur raste, ju e keni parë të trenit bullgar, unë e kam thënë madje votat e diasporës i kanë sjellë me tren bullgar në Shqipëri, me sa duket, sepse për hir të vërtetës të gjesh flet votimi me ngjyrë ndryshe brenda kutive, ky fenomen ka ndodhur vetëm këto zgjedhje. Dhe është fenomen që unë e kam denoncuar live me gazetarët e Syrit, tek njësia, tek shkolla Sami Frashëri, ku numëroheshin votat e njësisë numër 9. Flet votimi me ngjyrë tjetër, të gjitha të patronazhuara për një subjekt politik. Dhe do të kërkojmë edhe rihapjen e kutive, edhe evidentimin e këtyre fletëve të votimit, edhe eksperimentimin e këtyre fletëve për të parë janë origjinale apo jo, dhe pse e kanë ngjyrë ndryshe. Po do të kërkojmë edhe hetimin për zyrat elektorale të palishme që kemi gjetur. Zoti Kolliçi, ju lutem. Dhe të gjitha me radhë. I kemi, fatmirësisht ke Syri, i kemi parë gjitha këto në transmetim të drejt për drejt. Po. Kemi parë gjithashtu Spakun që vazhdon të bëjë një shaka të madhe me qytetarët shqiptar. Duke e filluar nga opozita pas shaka është ti marrim me të mira, shaka por janë humor i zi. Çështja është sa është shpresa juaj reale para se të kalojmë te aksione politik që institucionet si OSBE ODIHR, Ambasadë Amerikane, Departamenti i Shtetit do t'i kenë në krah qoftë edhe von der Leyenin, e cila firmosi 2 javë para një rezolut për situatën në Shqipëri dhe vjen në përshëndet kryeministin. Sigurisht ajo do e bëjë se është kryeministri i Shqipërisë. Patjetër, dhe ka qenë një aktivitet i programuar muaj më parë, por që s'kishte lidhje as me Shqipërinë thjesht zero. Qelloi që ishim në restoranti ku hëngrëm. Të mbetemi ke thelbi. Kemi dhe atë ditë i qelloi dhe mot i keq kryeministrit, po kemi dhe motën e bukur, kemi restorante të mira, ja kalojnë mirë një ditë, Shqipëria është e bukur, Tirana është interesante dhe ikin, shohin punën në vendet e tyre. Këtë duhet kuptojnë shqiptarët që na ndjekin. Kjo çështje patjetër është çështje shqiptarëve, është çështje e jona dhe duhet zgjidhur nga ne, po nuk duhet impresionohet askush se erdhën këtu kryeministrat e BE-s, ëngër një drek, duar trokitën, pa një video, ato që kishin bërë me inteligjencë artificiale dhe ikën. Zero, këtu fillon dhe këtu mbaron gjithë gjëja. Të mbetemi ke thelbi ke ajo që kanë interes qytetarët. Edhe raporti paraprak ose OSBE ODIHR-it edhe gishin plagë gjitha këto fenomene që ne po themi. Flet për përhapjen e plot të fenomenit të keqpërdorimit të administratës publike, të keqpërdorimit të aseteve publike, të shitblerjes votës. Nuk e prisin që t'ishte kjo shkallë manipulimi? Shiko, po është e paimagjinueshme inxhinierimi që kanë bërë këtë radhë dhe madje i ka rëshkitur nga duart edhe vetë këtyre vjedhja. Sepse të pretendosh që një qeveri në Shqipëri, në një vend ballkanik, fiton një mandat 4 me 83 mandate, me këtë shumicë dërmuese të mandateve, po kjo nuk ka logjik politike, më Flavio, po ne jemi bërë rast studimor në botë, me çfarë na ka ndodhur edhe me opozitën, edhe me gjithë goditjet që erdhën, edhe me dezignimin që erdhi i padrejtë, e me gjitha që kanë ardhur. A mos e toleruat shumë KQZ-n, e cila duket po aq, ta themi, po aq